Përshëndetje të dashur ndjekës, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirana Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar dhe analizuar ngjarjet më të fundit që po ndodhin brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Tensionet, luftrat, zënkat po rriten gjithnjë e më shumë. Do me thënë, po bëhet një lojë më e vështirë, po bëhet një lojë më e rëndë, po bëhet një lojë më e zorçme. Dita e sotme ka nisur me një diskutim jashtëzakonisht të madh mes Mateos edhe Rogertit. Rogerti, i cili që në fillim do me thënë ka qenë shumë skeptik rreth kësaj marrëdhënie së krijuar mes Mateos edhe Brikenës. Teksa u zgjua Mateo nga gjumi, unë e pata thënë, do me thënë analizën që unë kam bërë që me njëherë pas Prime-it, luftërat më të mëdha në shtëpi do jenë mes Mateos, Rogertit edhe Mirit, jo për faktin që Rogerti e ka shumë në interes me thënë drejtën, marrëdhënien e Mateos dhe me kë dashurohet Brikena. Nuk e ka fare në interes, por qëllimi i tij është që të godas banorin më të fortë brenda shtëpisë sipas tij. Dhe tani, ky kombinim, ky trekëndësh, do me thënë e mban shtëpinë jashtëzakonisht aktive. Dhe kjo është arsyeja pse nga shtëpia u largua Stenaldo dhe nuk u largua Mateo. Mateo ditën e sotme ka vendosur që të ketë debate të zjarrta, do me thënë me Rogertin, me Mirin, duke përmendur historikun e Rogertit dhe duke përmendur edhe familjen e Rogertit. Tani, Mateo në këtë debatin përfshiu familjen, duke i thënë Rogertit që ti je llumi i asaj shtëpisë dhe ti ja ke turpëruar mbiemrin familjes tënde, do të thënë je njeriu që ja ke ulur imazhin familjes tënde. Rogerti, do të thënë siç e ka qef ti dramatizoj gjërat, teksa Mateo përmendi familjen, Rogerti i tha që përmendi thuj atroç në fytyrë se kujt ja kam thënë unë, kujt ja kam ul unë imazhin dhe kujt ja kam, do të thënë, kë e kam rrëzuar unë në tokë nga familja ime, dhe ato do të përgjigjen shumë thjesht kur do të dalim jashtë. Do të thënë, ishte një kërcënim i thënë direkte në fytyrë kundërdrejt Mateos. Dhe Mateo i tha, të shohim se kush është më i forti jashtë në këtë mes. Do me thënë, loja tashmë mes Mateos edhe mes Rogertit po shkon në personale, nuk po shkon në lojë Big Brotheri. Tani Rogerti është me bindje të plot që Brikena nuk ka ndjesi dashurie për Mateon, po gjithashtu edhe Mateo nuk e ka këtë ndjesi. Rogerti e quan Mateon atë djalin i cili dashurohet me një vajzë, martohet me të dhe pastaj fillon që atë gocën ta mbyllën në shtëpi. Unë për mendimin tim me thënë drejtën, nuk do kisha dashur ta egzagjeroj kaq shumë, sepse nuk më duket i tillë, po ta kishte mbyllur Mateo në shtëpi Brikenën do të ishin do me thënë situatat ndryshe, mënyra se si ai do të qaseshte me të dhe në qoftë se një mashkull e mbyll një vajzë në shtëpi, në si Mateo, ai nuk do të ishte pjesë e formatit Big Brother, do me thënë është krejtësisht kundër realitetit në të cilin ai është. Por unë e shoh që Rogerti dëshiron që të egzagjeroj diskutimet, ai e ka pikëqendrën tek Mateo, sepse në fund të ditës nuk ishte debati me të, do me thënë ishte debati mes Juelës edhe Mateos. Por kërcënimet dhe fjalët e rënda vazhdojnë të jenë pjesë e kësaj shtëpie, edhe pse jemi më tash drejt fundit të këtij rrugtimi, do me thënë po përfundojmë si gjë këtë, me të gjitha emocionet që përjetuam. Unë mendoj që të tre çunat janë duke luftuar jashtëzakonisht shumë për të qenë në qendër të vëmendjes. E shoh Mateon pak më të prerë se herët e tjera, do me thënë e shoh Mateon pak më të zjarrt, ndoshta ka ndikuar tek Mateo edhe ky fakti që me Brikenën nuk patën një lloj qartësimi siç duhet, dhe Mateo normal tashmë atë inatin, atë mllefin, atë urrejtjen në një farë mënyre ta nxjerr te kjo dyshe e cila ka qenë dyshja më, do ta them, më arrogante brenda shtëpisë, sidomos Rogerti që vazhdon të jetë arrogant vazhdimisht brenda asaj shtëpie. Por
të përfshish familjarët në këtë mes dhe të përfshish dhe mbiemrin, do të thënë Rogerti, për mendimin tim, tek pjesa e mbiemrit, duke u bazuar që është edhe malsor, e nisi këtë gjë sikur dëshironte që këtë kapitull të zënkës të tij, të paktën kështu e pash unë, dëshironte që ta mbyllën me kanun, pasi që do me thënë fole mbi emrin tim, fole njerëzit e mi, unë i kam jashtë. Tani nëse ti, si Rogertu, preke për mbi emrin tënd, sa të prekur janë ato tjerët që vazhdon çdo ditë, i ofendon, i degradon, i nënçmon, i përull, ju thua fjalë nga më të ndryshmet dhe ato janë të detyruar ty të dëgjojnë aty, sepse ti ke një super support nga ana e produksionit, ke një super mbështetje të madhe nga ana e producentëve dhe ti qëndron brenda asaj shtëpie me të gjitha dimensionet të tua që ne të gjithë e dim që janë super të gabuara. Do me thënë, thjesht e shikoj Mateon të vëmendshëm në debat, e shikoj të vëmendshëm në diskutim, ndërsa Rogertin e shoh të trembur. Do të thoni pse të trembur? Sepse Rogerti ka një qëllim të qartë dhe qëllimi i qartë i Rogertit është të fitojë çmimin. Dhe Rogerti e shikon që po e humbet çmimin nga dora, sepse Mateo po kalon në televotimet më të forta, Mateo ka një super fanbase jashtë që i bën një super mbështetje edhe me drona brenda në shtëpi dhe Mateo ka një lloj qëndrueshmërie që Rogertin e trëm. Tani konflikti i tyre do t'jetë gjatë gjithë kohës. Mateo nuk do të del nga shtëpia, Mateo do t'jetë në finale. Do të thënë gjatë gjithë kohës do t'jetë konflikti i tyre. Tani të dy çunat të kenë një përballje shumë të fortë, do të kenë një përballje shumë të ashpër. Por mendoj që Mateo sot është zgjuar me një guxim të madh për të goditur dy çunat më të forta asaj shtëpie. Do të shohim se çfarë do të ndodh, ndoshta mund të mbrijë edhe ndonjë zar fizik, nuk i dihet, sepse tensioni mes Rogertit dhe Mateos, mimikat e fytyrës e tregojnë çështjen shumë serioze, do të thënë ofendimet janë shumë serioze dhe ndoshta edhe në këtë ditë ku jemi, edhe në këtë pikë të lojës, vëllau i madh mund të na surprizon me një zar të zi që realisht do të befasoheshim të gjithë. Do të thënë, dalja jashtë lojës, mua me thënë të drejtën nuk më pëlqen fare dhe më jep një mendim tjetër se sa të egër shpirtërisht mund të jenë këto njerëz jashtë, nga që po kërcënojnë njëri tjetrin në këtë formë, do të thënë për çfarë shkallë të shoqërisë kemi folur deri më tani dhe për çfarë shkallë të shoqërisë kemi punuar dhe sjellur pranë jush, sepse kjo që po ndodh është një urrejtje shumë e madhe kundër drejt njëri tjetrit. Si e shikoni ju qasjen e Mateos edhe të Rogertit? E shikoni më shumë personale apo thjesht është një zënk vetëm për të dalë në prime?